Për të dytin vit me radhë, qytetarëve të Elbasanit u kërkohet të paguajnë 2600 lekë për ton pa TVSH për depozitimin e mbetjeve urbane në landfill, pasi sikundër dihet incenerimi nuk kryhet pasi inceneratori i Elbasanit është në remont, që prej fundit vitit 2023. Këshilltarja e Partisë Demokratike Bianca Çopja shprehet kundër rinovimit të kontratës midis Bashkisë Elbasan dhe shoqërisë Eko Elb SHA, e cila menaxhon landfillin. Ajo e mbrojti qëndrimin e saj duke theksuar se qytetarët nuk mund të paguajnë për një shërbim që nuk e marrin. Kontratën e inceneratorit, pas 3 vitesh tashmë që merrem me këtë çështje, flasim për një projekt fantazmi, siç është incineratori i Elbasanit, ku po vjet çdo ditë taksa e qytetarëve të Elbasanit. Kontrata, si vitin e kaluar dhe këtë vit, ka ardhur me 3 pika, pa incenerimin, dhe me një tarifë prej 2600 lekë për ton. Kur në të vërtetë, kjo tarifë 2500 lekë për ton që ka qenë që në fillim, ka qenë për të 4 pikat e kontratës, pas me incenerimin. Dhe pyetja ime kryesore në mbledhjen e Këshillit Bashkiak ka qenë pse kjo tarifë është rritur 2600 lekë për ton dhe ndërkohë incinerimi nuk ndodh. Dhe më saktë, asgjë nuk ndodh në incinerator. Ne thjesht kemi një mal me mbetje që vetëm shtohet aty në buzë të Shkumbin. Dhe ndërkohë, kjo është një ekspertizë e bërë nga ekspert privat, që duhet të kishte ardhur në mbledhjen e Këshillit si informacion, po ndërkohë nuk ka ardhur. Më komunikuan që domethënë po deri më sot nuk më ka ardhur në email as informacion mbi këtë ekspertizë me ekspert privat. Mbi gjitha ka një mospërputhje mbi shpenzimin dhe çfarë paguajnë qytetarët. Jam shumë dakord që qytetin duhet ta mbajnë të pastër, por mbi çfarë kostoje? Mbi çfarë kostoje qytetarët e Elbasanit paguajnë 2600 lekë për ton? Dhe ndërkohë thjesht rrisin katastrofën mjedisorë që rrezikon Elbasanin. Ndonse inceneratori i Elbasanit ka punuar vetëm për periudha të shkurtra, shoqëria publike e menaxhimit të mbetjeve në Elbasan Eko Elb rezulton të ketë akumuluar prej vitit 2022, kohë kur e mori në dorëzim deri sot një borxh mbi 2.7 milion euro, fatura dhe kamata për llogaritë operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike. Për këshilltarën e opozitës, është absurd fakti se si inceneratori i Elbasanit i projektuar për të prodhuar energji, sot është në borxh te OSHE. Po, ky është informacion që unë kam marrë në mënyrë private, ku borxhi i inceneratorit tonë që nuk punon, inceneratorin fantazëm, është 2.7 milion euro, dhe është e kamufluar në emrin e Alptec Energy. Dhe po ta shikoni, është e gjithë lista e gjithë muajve që nga koha që është marrë në dorëzim inceneratori nga Alptec Energy, ndërkohë figuron përsëri që është Alptec Energy dhe borxhi është 2.7 milion euro, ndërkohë qytetarët e Elbasanit do shkojnë për një faturë 1 mujore ose 2 mujore pa paguar dhe shkojnë dhe i pritet energji elektrike. Inceneratori jon ka një borxh për 2.7 milion euro dhe vazhdon të jetë aty dhe vazhdon të vjedhë parat e taksapaguesve tanë. Në janar 2022, Bashkia e Elbasanit mori në dorëzim landfillin dhe inceneratorin i cili nuk punonte. Në vijim për menaxhimin e veprës publike u krijua kompania publike Eko Elb me aksioner Bashkitë e Qarkut të Elbasanit.